Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Biciapi. Do bëjmë një mesazh për ju, kalorës i shkopive. Në fund të ndashur, pondez motorët e veprimit, ta them ashtu, pas gjithë atij udhtimi të thellë, absolutisht guxim, pasion dhe fillimit pa frikë. Shikoni, duke fluturim, duke ikur diku. Nuk ka mbaruar, ta them ashtu, fazja e pritjes, ke kaluar përmes dhimbjes, shërimit, rritjes, rilindjes dhe kështu me radhë. Tani është koha për të vepruar. Merr atë ide, atë ëndër apo atë që ke filluar. Vazhdoje pa patur frikë. Me gjithë dëshirën që të ndizet në gjoks, ta them kështu. Mos prit aprovim, mos prit momentin e duhur, bëje. Tani është momenti i duhur. Të dashur, çfarëdo që ka patur stagnim është duke ardhur fluturimthi që do të thotë vërtet goxha shpejt, nga që është dhe shenjë e zjarrit. Nuk jemi në kërkim të vetes, nuk jemi në kërkim të zgjidhjes, nuk jemi në kërkim të përgjigjes, apo është një energji që do vi tek ju. Tani çoj veten në veprim, lëviz me zjarr, siç është dhe letra, ji guximtar apo guximtare. Ji vetvetja, të dashur Biciapër.